E po sot po nisim një eksplorim vërtet të thellë të mendjes dhe shpirtit. Në këtë analizë nuk do të flasim thjesht për histori apo bimësi, as pak. Ne do të flasim për rritjen morale dhe shpirtin e përjetshëm njerëzor. Gjithçka bazohet në një koncept tepër të lashtë, një ide që tregon se si ndërtohet saktësisht arkitektura e vërtet e karakterit ton. Pra, do të udhtojmë së bashku përmes urtësisë së traditave të vjetra filozofike për të kuptuar se si një element i vetëm i natyrës ka arritur të kodifikojë disa nga sekretet më të mëdha të ekzistencës. Nuk po mësojmë thjesht fakte këtu, po zbulojmë një sekret të ruajtur në heshtje nga natyra. Le të fillojmë. Çfarë mbetet vërtet kur ekzistenca fizike zbehet? Kjo është një nga ato pyetjet e mëdha, apo jo? Nuk është as pak një pyetje e re. Është fjalë për fjalë i njëjti mister që kanë mbajtur zgjuar filozofët, ndërtuesit dhe mendimtarët e lashtësisë për mijëra vjet. Kur çdo gjë e prekshme përreth nesh kthehet në pluhur, cila është ajo substanca e vetme që arrin të mbjetoj kohës? E po, sipas traditave të lashta, zgjidhja e këtij misteri nuk gjendej lart në qiell, por thellë në natyrën përreth. Ata kërkonin një simbol fizik që mund të mbarte peshën e kësaj të vërtetë të padukshme, dhe kjo është një përgjigje që natyra e ofronte në një heshtje absolute. Tani ajo çfarë është vërtet interesante këtu është se dega e akacies nuk është thjesht një degëz e zakonshme bime. Mendojeni më shumë si një spirancë tepër të fuqishme vizuale për shpirtin, atë shpirtin e pashkatrueshëm. Për traditën e vjetër filozofike, akacia përbën një lidhje të drejtë për drejtë mes jetës dhe përjetshmërisë. Nuk bëhet fjalë për një dekorim të thjeshtë, është një dëshmi. Është një kujtesa fizike e vazhdimësisë, një simbol që flet qartë për shpresën dhe për atë dritë të brendshme që, le të themi të vërtetën, nuk shuhet kurrë. Është pikërisht ky kuptim që na bën të shohim përtej drurit dhe gjeteve, për të kuptuar një trashëgimi thellësisht morale që u reziston të gjitha stuhive. Por pse u zgjodh pikërisht akacia dhe jo një pemë tjetër? Përgjigja gjendet pikërisht te biologjia dhe historia e saj e jashtëzakonshme. Që në Egjiptin e lashtë, kjo pemë nderohej si diçka thellësisht e shenjtë dhe nuk ishte një zgjedhje rastësishme. Ishte në fakt një nga të paktët drur që dukej sikur sfidonte vetë vdekjen. Druri i akacies është natyralisht shumë rezistent ndaj insekteve dhe kalpjes. Thjesht nuk shkatrohet lehtë nga elementët natyror. Kjo veti kaq specifike fizike, kjo superqëndrueshmëri, e ktheu atë në metaforën e përsosur të botës së lashtë për një trashëgimi morale të pathyeshme. Ashtu si ky dru i reziston prishjes fizike, ashtu mendohej se edhe shpirti dhe një karakter i pastër i rezistojnë shkatrimit të kohës. U kthye në një mburojë shpirtërore, një lloj dëshmie e stabilitetit absolut. Kjo natyrë e paprishme na çon drejt tek një nga krahasimet më të forta që mund t'i bëhet ekzistencës. Në njërin anë kemi trupin fizik, ashtu si një kolon e lashtë që thyhet, ai është i përkohshëm, i kufizuar totalisht nga rregullat e pamëshirshme të kohës. Por shikoni anën tjetër të medaljes, shpirti njerëzor. Ai përfaqësohet pikërisht nga akacia. Është i përjetshëm, gjithmonë i ndritshëm dhe nuk shuhet asnjëherë. Sipas këtij këndvështrimi, vdekja fizike nuk duhet parë si një mur ose si një fund i trisht e i pashmangshëm, por më tepër si një derë. Është thjesht një tranzicion drejt një niveli krejt tjetër, aty ku gjërat që kanë vërtet rëndësi vazhdojnë të jetojnë pa ndryshuar kurrë. Dhe kjo ilustron në mënyrë geniale atë thelbin e ringjalljes dhe rigjenerimit. Akacia arrin të ruajë ngjyrën e saj të gjelbër plot jetë edhe në kushtet më ekstreme dhe të ashpra të motit. Pra, nuk dorëzohet kurrë para acarit apo thatësirës absolute. Kjo është në thelb një pamje vizuale jetës që triumfon mbi gjithçka. Është një mësim i heshtur se fiksa ashtu si kjo pemë, edhe vetë qenja njerëzore mban brenda një kapacitet të jashtëzakonshëm për rigjenerim shpirtëror, sidomos gjatë periudhave më të errta të jetës. Ky nuk është një lloj i thjeshtë mbijetese. Është fitoria e madhe, e fundit, e dritës mbi errësirën. Sigurisht, për të arritur këtë qëndrueshmëri të brendshme, kërkohet shumë punë. Kemi para nesh një kurrikulum të vërtet veprimi, 3 hapa shumë të qartë. Hapi i parë, ndoshta është më i dhimbshmi, duhet të vdesim ndaj ignorancës. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë të lëm pas gjithë vërbërinë dhe paragjykimet e vjetra. Është si të zhveshësh lëkurën e padijes me çdo kusht. Pastaj vjen zgjimi, i cili arrihet vetëm përmes rrugës së dijes dhe kërkimit të së vërtetës. Dhe vetëm pas kësaj nis faza e tretë dhe më e rëndësishmja, transformimi i thellë i karakterit ton. Kjo është pikërisht ajo rilindja morale për të cilën na flet heshturazi akacia. Është diçka që ndodh tani, gjatë kësaj jete, dhe është ndoshta detyra më sublime çdo njeriu. E gjithë kjo nuk bëhet vetëm për veten tonë. Ky transformim ka një qëllim që shkon shumë më përtej vetë individit. Këtu prekim një koncept vërtet të fuqishëm, atë të kujtesës morale.
Asnjëri prej nesh nuk është një ishull i izoluar. Një fjalë mirë sot ose një akt i vetëm drejtësie është si një farë që mbillet për të lulëzuar thellë në jetën e atyre që do të vinë pas nesh. Edhe vendimet më të vogla lënë atë gjurmën e tyre të përhershme në indin e kohës. Kjo lloj trashëgimie morale është një pasuri shumë herë më e madhe se çdo gjë tjetër, sepse ajo formoson themelet e të ardhmes. Sepse në fund, ajo çfarë lëm pas është pikërisht ajo çfarë kemi qenë. Dhe kur vjen puna te peshorja e ekzistencës, ajo nuk gënjen kur. Shikoni njërën anë, pasuria materiale, pushteti, fama. Të gjitha këto janë si hije që thjesht zhduken porsa perëndon dielli. Janë iluzione plotësisht kalimtare. Prandaj theksohet se është e kohë të konsumohet e gjithë jeta vetëm në ndjekje të tyre. Ndërsa, nga ana tjetër e peshores, kemi atë që peshon vërtet, karakterin, urtësinë e fituar dhe veprat e mira. Këto janë sigurt të gdhendur që nuk e njohin erozionin e kohës, as të stuhive të historisë. Zgjedhja mes të dyjave, ajo se çfarë vendosim t'i përkushtohemi, është ajo që përcakton vlerën e vërtet të kohës son këtu. Për t'u siguruar që energjia jetës po shkon në drejtimin e duhur, traditat e vjetra na kanë lënë një lloj busulle të brendshme, disa parime orientuese. Këto nuk janë thjesht sa rregulla në një letër, janë si shtyllat mbajtëse të një tempulli. Shtylla e parë na fton të jetojmë me një drejtësi të fortë pas një kompromis. E dyta sugjeron të ushtrojmë një mirësi të thellë në përditshmërinë tonë, diçka që buron natyrshëm. Shtylla e tretë kërkon që të jemi gjithmonë në gjyrmim të urtësisë së pastër, ndërsa e fundit dhe mjaft e rëndësishme është të kultivojmë atë vetdijen e lartë shpirtërore. Këto parime janë absolutisht të domosdoshme për të lundruar me sukses mes mistereve të jetës. Le të kalojmë në këtë pikë dhe të shohim se si ndërtohet konkretisht gjithë kjo. Parimet nuk funksionojnë me magji. Skalitja e shpirtit nuk vjen si një dhuratë e gatshme. Askush nuk lindi përsosur. Imagjinojeni si një gur masiv të nxjerrë nga mali. Ai nuk është menjëherë një skulpturë e përfunduar apo jo. Përsosja kërkon atë angazhimin e palodhur për të mësuar vazhdimisht. Kërkon vullnetin për të zhytur në refleksione shumë të thella, e shpeshherë kritike e aspekte lehta. Dhe, padyshim, do guxim të pamas për të përqafuar vetë transformimin. Fiksi akacia që lëshon rrënjë thellë për të lartësuar lart në qiell, çdo person duhet të gërmojë thellë brenda vetes për të rafinuar çdo ditë më shumë. E gjithë kjo përpjekje monumentale na çon drejt një të vërtete mjaft absolute. Dhe ky është ndoshta thelbi, bindja e plotë e këtij mësimi. Tempulli vërtet, ai që ka rëndësi, nuk ndërtohet me tulla, as me gur e llaç. E shihni, edhe kështjellat më të forta fizike mund të bëhen pluhur nga koha. Por tempulli më i rëndësishëm në të gjithë universin është ai që ngrihet tull pas tulle me një kujdes e durim të pafund, brenda shpirtit dhe ndërgjegjes. Ky është qëllimi final i atij udhëtimi të gjatë moral. Ajo arkitektura e brendshme e karakterit. Ajo është me të vërtetë vetmja vepër arti që mund të merret me vete, atje përtej çdo kufirit materjes. Pra, pika thelbësore e gjithë kësaj analize përmblitet bukur në këtë thënie të vetme. Jeta e vërtet nuk matet kurrë thjesht nga numri i viteve në një kalendar, por nga ajo dritë morale që mbetet pas. Sasia e kohës që kemi në dispozicion është tuajse e parëndësishme në krahasim me peshën e zgjedhjeve të përditshme. Çdo mësim i nxjerrë nga dega e pavënditur e akacijes na vërteton pikërisht këtë. Vitet ikin pa e kuptuar, por veprat e mira, mirësia e dhuruar dhe gjurmët e ndërgjegjes mbeten të paprekura. Ato transformohen në një burim të vërtet drite për çdo që do të ecë pas nesh. Çdo urtësi e tillë vlen vërtet vetëm nëse kthehet në një reflektim thellësisht personal. Kur kuptojmë se çdo mendim, çdo zgjedhje dhe çdo veprim i vogël është si një tull e re në murin e karakterit ton, ne mbajmë një përgjegjësi të pamatshme. Pas gjithë këtij udhëtimi, mes simboleve dhe filozofisë, një pyetje vetme duhet të na rrinë në mendje teksa vazhdojmë ditën. Çfarë lloj tempulli të brendshëm po ndërtojmë sot, themeli i të cilit të jetë aq i fortë, saqë jehona e tij të dëgjohet atje, thellë në përjetësi,